Bilanci i viktimave nga tërmeti dyfish që tronditi Venezuelën vijon të rëndohet. Sipas raportit më të fundit të publikuar në platformën Telegram nga autoritetet, numri të vdekurve ka arritur në 4.490. Sipas të dhënave zyrtare, numri të plagosurve mbetet 16.740, ndërsa rreth 32.000 persona kanë marrë trajtim mjekësor në spitalet e vendit që prej fatkeqësisë. Autoritetet bëjnë të ditur se afro 20.000 persona vazhdojnë të strehohen dhe të marrin ndihmë në 108 kampe të përkohshme të ngritura në zona të ndryshme të Venezuelës. Më shumë se gjysma e tyre ndodhen në La Guaira, rajoni bregdetar që u godit më rënd nga tërmeti, ndërsa rreth 6.400 të tjerë asistohen në kryeqytetin Caracas. Ndërkohë aktiviteti sismik në vend mbetet i lartë. Sipas të dhënave zyrtare që nga 24 qershori janë regjistruar 1.222 lëkundje pasuese, duke mbajtur në alarm autoritetet dhe banorët e zonave të prekura.